E pra të nderuar miq, tani në këtë minutazh dua të ndaloj tek një fenomen që në fakt është krijuar, le të themi, kohëve të fundit, Maria Lumi, e cila u përfol shumë për një dalje të saj publike për herë të dytë. Dikur ishte një teologe që jepte mësime islamike me shami, që jepte këshilla, që tregonte se si duhet besuar, si duhet lutur, që tregonte shpirtin fisnik, ashtu siç në fakt feja islame na mëson dhe ashtu siç në fakt feja islame na edukon. Për një periudhë të shkurtër Maria Lumi u zhduk nga rrjetet sociale, u hoq nga rrjetet sociale dhe më pas u rikthye përsëri, por ndryshe. Dikur ishte Mejreme Lumi, sot është Maria Lumi pa shami dhe një vajzë e cila po mundohej që ta jeton jetën në formën e saj. Ajo ka sjellur një video të radhës ku e shpjegon arsyen pse u rikthye, që ka qenë në fakt një pyetësor shumë i madh pse u rikthye Maria Lumi në këtë formë. Çfarë ndodhi me të, mos ka qenë nga grupe kërcënuese e implikuar, mos vallë e kanë kërcënuar etj, por Maria Lumi tregon të vërtetën. Ndjekim të vërtetën se çfarë ka thënë Maria Lumi. Përshëndetje. Në këtë video do të flas përse un kam dalë sërish si publike në rrjetet sociale. Dhe nuk dua ta shuaj këtë gjë rikthim, sepse unë nuk jam duke u rikthyer, unë jam duke nisur jetën time nga e para, nga zero. Dhe dalja ime në publik, si fillim, unë jam koshjente që historia ime nuk ka qenë një histori normale. Dhe ka qenë një mësim kolektiv për të gjithë. Qoftë që secili të pyes veten çfarë mund të bëhej ndryshe në këtë histori. Dhe pashtu edhe në rang shoqëror, se si njerëzit mund të reagojnë nëse dikush ka një mendim ndryshe. Apo ndoshta ka bërë një gabim se si reagohet ndaj asaj që njerëzit e quajnë gabim. Në këtë ridaljen time, as se si, as e kam pasur qëllim, as nuk e kam plan që dikush të ndroj mendim për mua. Unë e di shumë mirë që njerëzit të cilët të gjykojnë apo nuk të duan, ti sikur ti tregosh çdo gjë me fakte, duke ia shpjeguar çfarë ke kaluar, emocionet, ndjenjat, situatat, në fund fare ke për të mbetur po e njëjti. Dhe gjithashtu, për njerëzit të cilët të duan, pavarësisht se çfarë shikojnë apo dëgjojnë, e kuptojnë që brenda tyre thot, po mirë, domethënë nuk u bë nami. Dhe pikërisht për njerëzit të cilët janë të tillë, për njerëzit të cilët unë me ta nuk kam pasur kur vetëm një marrëdhënie mësuese nxënëse, por se ka qenë më thellë se kaq. Unë me njerëzit që më kanë dashur kam patur një lidhje shpirtërore të pashpjegueshme, diçka që një fjalë e imja ka prekur në shpirt, por se edhe një fjalë e tyre më ka prekur në shpirt. Kështu që jam kthyer për këta njerëz, edhe nëse është një person, 10, 1000 apo 10.000, për mua nuk ka më rëndësi. Nuk paska gjë më lehtësuese se të kthehesh tek njerëzit si një njeri i thjesht, jo me titull, jo më përgjegjëse për të më thënë se e ke diçka për detyrë, apo e ke diçka për borxh ndaj dikujt. Kështu që unë kam dalë si një njeri i thjesht, si një grua e cila ka patur shumë rënje në jetë. Edhe rënjet e mia kanë qenë, po aq sa kam qenë lart, aq kam rënë poshtë. Dhe gjithmonë jam ngritur, por se kjo e fundit,
unë jam ngritur në mënyrë ndryshe. Unë nuk jam ngritur duke dalë dhe duke u përplasur me kënd, duke i thënë dikujt pse ma bëre këtë gjë. Por se jam kthyer tek vetja ime për ta ndryshuar veten time. Unë nuk jam këtu për të ndryshuar njerëzit, nuk jam më për të ndryshuar as mendimet e njerëzve, as për të ndryshuar sjelljet e tyre meje, por se jam këtu për të gjitha ato të cilat janë gati të mësojnë se si të ndryshojnë veten e tyre nga brenda. Dhe ta marrin këtë përgjegjësi për të ndryshuar jetën e tyre dhe veten e tyre nga brenda. Mendoj që është përgjegjësia jonë e vetme. Që ne të merremi me veten. Mos të merremi me askënd jashtë. Kështu që unë jam këtu për këdo që ndoshta mund t'i dali video ime dhe ndoshta dëgjon një fjalë që i ndryshon ditën apo ndoshta mund t'i ndryshoj edhe jetën, këndvështrimin e tij ndaj një situate të caktuar. Kam ardhur pikërisht vetëm për këta njerëz.